e mira dhe e keqja e të qenit në pozicionin tim është që t'japin merita që nuk i ke, dhe jo për modesti, po për ta zbudur pak atë flakën e entuziazmit të Senidës, që është një shoqe shumë e mirë, njëri shumë pasionant. Kemi punuar bashkë nga afër. Dua të theksoj që kjo e sotmja është puna e disa njerëzve të tjerë dhe natyrisht unë kam bërë pjesën time, por më duhet të vlerësoj në mënyrë shumë të posaçme Senidën vetë. Jo për t'i kthyer atë fjalën e mirë, por sepse realisht edhe prania ime sot këtu është rezultati i kërcënimit direkt që i bëri Senida zyrës time, duke abuzuar me lidhjen e vjetër që ka me asistentet e mia, edhe të cilat më thanë që atje duhet shkosh patjetër sepse Senida ka thënë kështu. Tani se çfarë ka thënë unë nuk ja u them juve. Ndërkohë që dua të falenderoj po ashtu edhe Delinën për punën e saj pasionante në raport me këtë botën e vogël por shumë të madhe të inovacionit dhe të njerëzve që merren me inovacion. Është një përpjekje që Delina e ka nisur si ministre e sipërmarrjes dhe që tani sigurisht do ta vazhdoj dhe ta çoj më tutje si ministre e ekonomisë dhe inovacionit. Dhe sigurisht dua të falenderoj Lindën Kaçanajin, drejtoren e Akshit, që është edhe, si thua, flamuri i kësaj përpjekje, një përpjekje që ka nisur me flamurin të vendosur në një varg të vogël që ishte Akshi i asaj kohe, dhe që tani është bërë një anije e cila vërtet na nderon, por edhe na motivon dhe na frymëzon, pasi shohim se sa shumë mund të bëjmë akoma. Nuk dua t'ju lodh me një fjalë të gjatë, as do të marr kohën tuaj për t'ju treguar se sa shumë suksese kemi arritur duke lexuar gjithë të fjalimin që kam këtu, por dua t'ju them që ne kemi rënë dakord brenda nesh të çojmë përpara procesin duke hapur dyert e qeverisë për të gjithë inovatorët, dhe duke krijuar një hapësirë të përbashkët me bërtham Agjencinë e Ekselencës, që ne kemi krijuar para pak kohe, dhe të cilën do ta vëmë në dispozicionin tuaj dhe të gjithë inovatorëve. Kjo do të thotë që duam që startupet, inovatorët të kenë mundësi të aksesojnë institucionet, dhe duke aksesuar institucionet të kenë mundësi të shohin nga afër problematikat, por edhe të shfrytëzojnë të dhënat e tyre, të shfrytëzojnë statistikat e tyre, të shfrytëzojnë të gjitha të brumë që pastaj është baza e zgjidhjeve
përmes inteligjencës artificiale dhe krijimit modeleve të inteligjencës artificiale. Tani, besoj që duke bërë këtë, do të ndodh ajo që ndodh gjithmonë me këtë sektor, me këtë fushë, me këtë botë, që do mësojmë shumë gjëra të reja nga njëri tjetri, dhe që do prodhojmë produkte të reja. Ne kemi sfidën të krijojmë një akselerator shumë fuqishëm në mbështetje të ministres sonë të inteligjencës artificiale, që është vetë inteligjencë artificiale, dhe natyrisht që ky akselerator do të bazohet tek ju, tek kapitali njerëzor që ne kemi brenda Akshit, apo brenda agjencisë së ekselencës, dhe me këtë sinergji do të mundohemi që çdo njërit nga institucioneve qendrore ti zgjerojmë trurin me inteligjencë artificiale. Ky është plani. Ndërkohë që këtu më thanë që janë 161 ide të paraqitura, është bërë një seleksionim paraprak, do vazhdoj një garë tjetër në dijenin time, dhe në ndërkohë njëri do të shpërblehet me një vajtje në Finland për të marrë pjesë atje në një nga këto betejat që zhvilloni ju me mullinjt e erës. Nuk di çfarë të shtoj më shumë për të mos u marrë kohën, se kam shumë gjëra për të thënë, por di që kam shumë besim, kam shumë më tepër besim se sa që mund të mendoni ju dhe sa që mund të duket, dhe një gjë është e sigurt, kam më shumë besim se të gjithë tjerët që juve mund të takoni, që nuk janë pjesë e botës tuaj, tek bota juaj dhe tek ju. Është një bekim i madh për ne që jetojmë në këtë kohë kur teknologjia digjitale dhe tani edhe inteligjenca artificiale na japin një mundësi pa të cilën ne nuk do mund të ndërronim që të kapnim majat. Sepse do duhet i nënshtroheshim progresit linear të zhvillimit, i cili impononte gjithmonë që vendet më pak të zhvilluara ose vendet në zhvillim të mbeteshin gjithmonë mbrapa atyre të zhvilluarve, sepse çdo gjë e re që zhvillimi sillte i takonte në radh para atyre dhe pastaj vinte deri tek ne. Ose e thënë ndryshe, nëse dilte një makinë shkrimi e re apo një kompjuter i ri, do ta merrnin një herë ata dhe pastaj kur të vinte deri tek ne, atje do kishte dalë makina e re e shkrimit apo kompjuteri tjetër i ri. Ndërkohë që sot është krejt ndryshe. Madje, duke qenë se burokracia jonë, se strukturat tona nuk janë aq solide dhe aq të sofistikuara dhe aq të rënda sa po themi në vendet zhvilluara si Gjermania apo Franca, atëherë bëhet më lehtë që ne t'i drejtohemi këtyre zgjidhjeve për të bërë kapërcime dhe për të kaluar në fazat e reja të zhvillimit. Dhe natyrisht, duke qenë se këtu, në këtë pikë, fokusohet edhe ambicia për zhvillime befasuese, atëherë kjo ju bën të gjithëve ju jashtëzakonisht të rëndësishëm.
jashtëzakonisht të rëndësishëm, një kapital strategjik njerëzor për vendin tonë. Ju falenderoj shumë për të gjithë përpjekjen që keni bërë deri më tani dhe besoj që jo vetëm nuk do t'ju mungoj vëmendja, por ne nuk do të kursejmë mbështetjen për të gjithë inovatorët me të gjitha mundësitë që kemi. Dhe ndërkohë mezi pres që Ministria të organizojë kuvendin e parë, ose më saktë sesionin e parë të kuvendit që kemi rënë dakord me ju, të ngrem dhe ta mbledhim një herë në 4 muaj për të diskutuar për çfarë po bëjmë, çfarë mund të bëjmë dhe për të analizuar së bashku e për të ndërruar së bashku. Shumë faleminderit. Duhet bëj gjë tjetër unë këtu? Jo, se më thatë që është njëri që do shkojnë, ose njëra, nuk e di, është njëri apo njëra, që do shkojnë në Finland. Po unë s'kam lidhje me ta sot tani në këtë moment, që të them hajdeni këtu, se unë do të... Okej, kjo ishte fjala ime, shumë faleminderit.